Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur një video shumë të bukur. Unë e di që ju të gjithë dëshironi të dini se çfarë po bën Egli, si po shkon jeta e saj, si është ajo, a është mirë, si është gjendja e saj. Egli ka përzgjedhur që të jetë shumë e bukur. Ajo për post Big Brother 1 ka përzgjedhur një veshje shumë fantastike dhe po bëhet gati, sonte banorët kanë xhiruar post Big Brother 1. Do me thëmë pjesën e parë të post Big Brother. Ajo është shumë e lumtur në marrëdhënien e saj me Gjestin, është shumë e gëzuar, siç e shikoni edhe nga videoja që është transmetuar në rrjetet sociale. Egli lëshon shumë pozitivitet, lëshon shumë dashuri, lëshon shumë energji të bukur që në fakt kjo energji po transmetohet edhe te publiku. Do me thënë, Egli e ka marrë veten me shumë sportivitet dhe me shumë dashuri. Ajo tashmë është shumë falenderuese ndaj të gjithë shqiptarët të cilët e admirojnë, e duan dhe e preferojnë dhe ka përzgjedhur që të sjellë këtë video ku Egli duket shumë e lumtur. Se si do shkoj jeta e Eglit dhe se si do të vijë ardhmja e Eglit, këtë gjë do ta komentojmë nga të gjitha videot që do dalin, por unë thjesht doja t'ju tregoj se si do duket ajo në post Big Brother 1. Egli ka preferuar që t'i ketë flokët e lëshuar, e shminkuar në maksimum me një veshje shumë të bukur, do me thënë një ndryshim spektakolar, duke tërhequr shumë vëmendje dhe njëkohësisht duke tërhequr edhe vëmendjen e Gjestit. Besoj që edhe juve t'ju pëlqen dhe ta vlerësoni kaq shumë, ashtu siç në fakt e vlerësoj unë këtë vajzë të bukur, dinjitoze, e cila tregoi guximin edhe forcën siç e ka pamjen për një dashuri, për të realizuar qëllimin e saj dhe mbi të gjitha për të ndërtuar një imazh që Egli dëshironte ta ndërton. Egli ka postuar këtë videon vetë në rrjetet sociale duke treguar që është shumë e lumtur dhe ka rikthyer krejtësisht energjinë vetëm e vetëm për të qenë në qendër të vëmendjes.